Nderuar gazetar, dashur qytetar, Rama po kërkon dhe një herë tjetër të imponohet Shkodrës dhe ta gjunjëzojë atë me urrëtitjen që tashmë e ka dëshmuar për Shkodrën dhe Veriun. Pushtetin e grabitur me banda tani po e përdor si qen lufte për të realizuar tallavan tallëse të radhës dhe për të blerë, mashtruar dhe devijuar vullnetin politik të qytetarëve. Prej ditësh, ndërmarrjet dhe institucionet në varësitë qeverisjes vendore dhe qendrore kanë mbledhur firmat e punonjësve tyre si garanci për pjesëmarrje në takimet e sotme të kreut të organizatës. Nëse nuk konfirmojnë pjesëmarrjen, sipas kërcënimeve të sejmenëve të partisë, do të flaken në rrugë. Ky është banditizëm politik i pastër. Por duke ditur mirë reagimin qytetar shkodran dhe në panik, Rama ka detyruar sot vinë në Shkodër dhe njerëz të tjerë të marrë me dhunë dhe presion nga Lezhë, Laçi dhe Tirana. Dhjetra e qindra autobus, furgon, vetura me urdhër politik po sjellin Shkodër, duartrokitësit dhe flamurtuncit për të bërë shoun e tij të radhës. Rama e di mirë që shkodranët në të 4 anët e qarkut Shkodër e kanë braktisur Ramën dhe miniaturën e tij, Becin. Takimet e sforcuara fushatore të këtyre ditëve të mbushura me administratë të rrequr zvarr nga drejtuesit e strukturave të Partisë Socialiste e kanë faktuar dhe dëshmuar qartë këtë braktisje. Edi Rama vjen në Shkodër vetëm 7 ditë para se të marrë ndëshkimin shembullor të paparë ndonjëherë në këto 35 vite me votën masive të banorëve të qarkut Shkodrës, sepse ajo që ai ofron është varfëria, krimi organizuar dhe shpopullimi masiv 12 vjeçar. Edi Rama këtë herë është i pashpresë. Nuk ka përballë vetëm Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Ai ka përballë sot çdo shqiptar demokrat që e do familjen dhe adheun e tij. Çdo socialist ndershëm që e kupton se Partia Socialiste është marrë peng nga bandit grabitës që kanë vënë kokë kapuçin e pushtetit. Çdo emigrant që ndjet i turpruar, kur vendi i tij konsiderohet narkoshtet nga shumë media botërore. Më 11 maj, Shkodra dhe Shqipëria do të votojnë për ndryshimin e shumëpritur, me të njëjtën dëshirë si më 22 mars 1992.